Semi dita, ka më të investantë në përmjet shikës edhe... Se pozdravimo se? Se pozdravite. Da se pozdravite. Ajde sa slike suste. Климата се чувствува, ама спарно и ваше семе, себе го ще трябва. Sot ishte një ditë e veçantë për mua, shkaku se bëra dorëzimin e detyrës të Ministrit të Kulturës, një miku tim, një personaliteti për të cilin kam pasur respekt të jashtëzakonshëm gjithmonë. Një njeriu serioz i cili jam i sigurt që detyrën e ministrit do ta realizon në formën më të mirë të mundshme. E njoftova ministrin për punët e realizuara gjatë periudhës që kam qenë unë ministër, gjatë periudhës që unë kam udhëhequr këtë digaster, për dallim prej ditës së parë kur unë e mora detyrën e punës, kur fjalë e parë që mu tha ishte nuk ka para, tash i them ministrit se buxheti është i konsoliduar dhe ashtu se siç është i parapar nga një borxh prej 20 milion euro, shpresojmë që ne kemi parapar që të dalim me 0 denar borxhe në fund vit. Gjithashtu i jap garanca ministrit që administrata është e konsoliduar, nuk ka marrëdhënie ndërnjerëzore në administratë janë të mirë dhe do të keni bashkëpunim të shkëlqyer me administratën e Ministrisë së Kulturës, me të cilat unë jam krenar dhe të cilëve u shprehi falënderimet e mia për bashkëpunimin e deri tanishëm. Siç e dini, mbrëmje kishim parlament dhe u votua unanimisht zgjedhja e ministrave të re. Dhe sot jemi këtu të bëjmë një pranim dorëzim mes shokut tim, Zotri Asaf Ademit, si Ministri i Kulturës. Siç e dini, Asaf Ademi ka qenë një ministër që bëni shumë ndryshime, duke nisur prej etablimit të strukturave, plan programeve, ashtu që unë mbas marrjes së detyrës do ta kem shumë ma lehtë. Edhe diçka tjetër, kur bisedojshim paraprakisht me Zotri Asaf Ademin, ai vetë tha unë kur erdha aty nuk kisha shumë edhe kishte një gjendje kaotike, nuk kishte ku drejtohet. Unë e kam ma lehtë për shkak se e kam mikun tim Asafin, në çdo moment është të disponueshëm, mund t'i drejtohem, të orientohem, të ndihmoje, edhe siç tha vetë edhe ministri, situata është më e qetësuar, e tabluar, ashtu që mendoj se do të jetë shumë më lehtë. Në aspektin tjetër mendoj se Ministria e Kulturës është një servis në pikëparë të institucioneve të kulturës, punëtorëve të kulturës që janë mjaft i kemi në Maqedoni me problemet e tyre, me brengat e tyre, por mendoj se në të ardhmen, sada qoftë ajo periudhë, ne do të bëjmë çmos që t'i arrijmë ato qëllimet edhe synimet për cilën edhe kemi ardhur në këtë post. Në anën tjetër e kishim leitmotivin edhe Zotri Asaf Ademi, të dy ne si kandidat të alternativës, partisë alternative, kishte leitmotivin kulturë për të gjithë. Unë ndoshta e kisha ashtu, që sa do pak të ndryshoje prej asaj të parës, edhe një fjalë kulturë cilësore për të gjithë qytetarët e Maqedonisë, edhe institucioneve, edhe qytetarëve. Mendoj se në të ardhmen do të bashkëpunojmë me stafin që e kam këtu të organizuar, me përvojë pune profesionale, me mundësitë mia që i kam edi se nuk do të zbuloj ujin e ngrohtë, po do të japi çmos që gjendjen ta çoj edhe procesin më para. Faleminderit.